A ke ngjerë ndonjëherë se po luten me zë të lartë, por Zoti po dëgjon me vesh të shurdhur? Ke bërë gjërat e duhura, ke besuar, ke duruar, ke dhënë, por heshtja vazhdon dhe me heshtjen vjen dyshimi i tmerrshëm. Ndoshta Zoti nuk është me mua, ndoshta jam i harruar. Nëse ke ngjerë këtë, kjo video është shkruar për ty, sepse e vërteta që askush nuk ta ka treguar është kjo. Heshtja e Zotit nuk është braktisje, është gjua e tij më e thellë, është momenti kur ai punon më shumë, pikërisht kur ti nuk dëgjon asgjë. Dhe sot do të zbulosh 3 fazat e heshtjes hyjnore, dhe pse faza ku je tani është shenja më e madhe e bekimit që po vjen. Mirela ishte nëna e 2 fëmijëve, gruaja e një burri të sëmur dhe mbështetëse e vetme e familjes. Çdo ditë zgjohej para lindjes së diellit, punonte me 2 duart dhe çdo natë, pa rënë asnjë ditë, i lutej Zotit me të njëjtat fjalë. Zoti im, unë nuk kërkoj shumë, vetëm një shenjë, vetëm diçka që të di se je me mua. Muajt kaluan, asgjë nuk ndryshoi, situata ekonomike u bë më e vështirë, burri mbeti i shtrirë, fëmijët kishin nevojë, dhe Mirela, kjo grua e jashtëzakonshme, filloi të ndihej e padukshme, jo para njerëzve, para Zotit. Kjo është faza e parë e heshtjes hyjnore, heshtja e sprovës. Zoti nuk flet, por vepron. Ai po ndërton diçka brenda teje që nuk mund të ndërtohet me lehtësi, forcën e vërtet shpirtërore. Ashtu si ari nuk bëhet i çmuar pa zjarrin e furrës, edhe karakteri yt nuk bëhet i fortë pa presionin e sprovës. Heshtja e Zotit gjatë kësaj faze nuk thot të harrova, thot po të bëj gati. Gjatë kësaj periudhe, Mirela u përball me diçka që dhemb edhe më shumë se varfëria, vetmia e rrethuar nga njerëz. Ata që mendonte se ishin miq, u larguan kur situata u bë e rëndë. Fqinjët nuk pyesnin. Disa të afërm ofruan fjalë të zbrazura pa asnjë veprim. Dhe heshtja e Zotit duket se shtohej nga heshtja e njerëzve. Por Mirela nuk e dinte diçka. Zoti po largonte nga jeta e saj gjithçka dhe gjithkënd që nuk i takonte. Jo si ndëshkim, por si pastrimi para bekimit. Kur ndryshon stina, pemët humbin gjetet e vjetra. Kjo nuk është vdekje, është përgatitje për pranverën. Ata njerëz që u larguan, liruan vend për njerëz të vërtet. Ata momentin e dhimbshëm hapën hapësirë për gëzim autentik. Faza e parë e heshtjes hyjnore mëson këtë. Çdo gjë që humb gjatë heshtjes ishte diçka që të pengonte. Lëre të shkoj, lëre me mirënjohje, sepse ajo që po vjen nuk ka vend, nëse duart janë ende të mbushura me të vjetrën. 6 muaj pasi filloi periudha e vështirë, Mirela vuri re diçka të çuditshme. Nuk friksohej më si më parë. Jo sepse situata kishte ndryshuar, por sepse ajo kishte ndryshuar. Reagonte ndryshe ndaj problemeve. Fliste me më shumë qetësi, falte me më pak përpjekje. Kishte një qartësi të brendshme që nuk e kishte pasur kurrë. Kjo është faza e dytë e heshtjes hyjnore, heshtja e transformimit. Kur Zoti hesht nga jashtë, ai flet nga brenda. Ky është momenti i rindërtimit të karakterit, i ripërkufizimit të vlerave, i lëshimit të gjithë çkaje që nuk ishte e vërteta jote. Shumica e njerëzve e kalojnë këtë fazë duke u ankuar për heshtjen, pa e kuptuar se janë duke u transformuar. Mirela po bëhej njeriu që kishte nevojë të ishte, para se të merrte bekimin që kishte kërkuar. Sepse Zoti nuk të jep bekimin tek je, të jep bekimin tek do të bëhesh. Gjatë kësaj periudhe, Mirela kishte edhe një plag tjetër. Shefia e saj kishte marrë meritat e punës së saj, 2 herë rresht, dhe asaj nuk i kishte mbetur asgjë tjetër, veç heshtjes dhe lotëve të fshehtë. Kur i kishte thënë Zotit me hidhërim, a e sheh këtë? A do të bësh diçka? Zoti nuk ju përgjigj me një herë. Por drejtësia hyjnore nuk fle, ajo vetëm bën rrugën e vet. 3 muaj më vonë, auditimi i brendshëm i kompanisë zbuloi gjithçka. Shefia u largua. Drejtoria i ofroi Mirelës rolin drejtues, jo sepse dikush luftoi, por sepse e vërteta nuk mund të mbahet e fshehur përgjithmonë. Ky është mësimi i fazës së dytë. Gjatë heshtjes Zoti nuk bën gjumin, ai mbledh provat, mat zemrat dhe përgatit drejtësinë me saktësi absolute. Ti thjesht duhet të hesht, të duroj dhe të besoj. Ai e ka. Me rolin e ri drejtues, Mirela kuptoi diçka që e trondite. Nëse bekimi i vinte 6 muaj më parë, nuk do ta kishte pranuar siç duhet. Nuk do të kishte pasur qetësinë e nevojshme. Nuk do të kishte pasur mençurinë e fituar nga sprova.
nuk do të kishte qenë fort sa për ta mbajtur. Zoti nuk vonoi, ai e lejoi kohën të punonte. Kjo është faza e tretë e heshtjes hyjnore, heshtja e bekimit, kur heshtja merr fund dhe Zoti flet me veprime të mëdha, jo me fjalë të vogla. Porta e re nuk hapet me forcë, hapet kur ti je gati ta kalosh. Dhe gatishmëria nuk vjen nga koha, por nga transformimi. Tani Mirela ishte gati, dhe po kështu edhe ti. Nëse je ende në heshtje, je duke u bërë gati. Porta jote nuk është mbyllur, ajo po hapet. Brenda një viti, jeta e Mirelës ndryshoi plotësisht. Burri i saj filloi të shërohej. Mjekët nuk e shpjegonin dot. Fëmijët ishin mirë, financat u stabilizuan. Por gjëja më e rëndësishme nuk ishte asnjëra nga këto. Ishte paqja e brendshme që ajo kishte fituar dhe nuk do ta jepte me asgjë. Restaurimi hyjnor nuk kthen gjërat si ishin, i bën 2 fish sa ishin. Jobi e humbi gjithçka dhe mori 2 fish. Jozefi u shit si sklav dhe u bë sundimtar. Maria qau te varri dhe pa të risuguruarin. Kjo është premtimi i fazës së tretë. Heshtja e bekimit nuk mbaron me pak, mbaron me shumicë. Zoti nuk është Zoti gjysmës. Kur vendos të veproj, vepron plotësisht, tërësisht, lavdishëm. Çdo gjë që u mor nga jeta jote gjatë heshtjes do të restaurohet me interes hyjnor. Kjo nuk është poezi, është premtimi i tij. Një vit e gjysmë pas gjithçkaje, Mirela u ul përballë një kolege të re, besnike, e cila qante në heshtje, të njëjtën dhimbje, të njëjtat pyetje. Dhe Mirela i tha: "E di saktësisht si ndihesh, kam qenë aty." Dhe dëshiroj të ta tregoj çfarë mësova. Ajo nuk i dha para, nuk i dha zgjidhje të menjëhershme. I dha shpresën e vërtetuar, shpresën e dikujt që ka kaluar në për të njëjtën errësirë dhe doli në dritë. Kjo është një nga fshehtësitë e heshtjes hyjnore. Heshtja jote nuk është vetëm për ty. Ajo po të përgatit edhe si dëshmi për njerëzit që do të vinë pas teje. Ata që ka nevojë për dikë që t'u thotë: "Edhe unë isha aty, edhe unë durova. Edhe unë mora shenjën, edhe ti do ta marrësh." Historia jote e dhimbshme do të bëhet shpëtimi i dikujt tjetër. Nëse ke lexuar deri këtu, kjo nuk ishte rastësi. Zoti të udhëzoi deri tek kjo faqe, deri tek këto fjalë, pikërisht sot, sepse heshtja jote ka një emër, dhe emri i saj nuk është braktisje. Emri i saj është përgatitje. Tani pyete veten, në cilën fazë je ti? Heshtja e sprovës, ku po forcohet karakteri yt, heshtja e transformimit, ku po ndryshon brenda pa e kuptuar, apo je gati të hysh në heshtjen e bekimit, ku porta po hapet dhe Zoti flet me veprime. Çfarë do faze ku je, mos ndal, je shumë afër. Porta që ke pritur po hapet tani, jo nesër, jo javën tjetër. Para të dielës, shenja jote do të vi. Zoti ka dëgjuar çdo lutje, ka numëruar çdo lot, ka parë çdo natë të vetmuar dhe ka një plan më të madh nga çfarë ka imagjinuar ndonjëherë. Ndaje këtë me dikë që po hesht sot. Ndoshta këto fjalë janë shenja e tyre.